Duke qenë se janë patologjik kronike, cila do ishte këshilla jote për ndjekjen e këtyre patologjive? Pra, që një pacient të ndjej i qetë për ecurinë e këtyre sëmundjeve kronike, njëherë në sa kohë duhet ai që të paraqitet pranë një dermatologu? E para duhet të mësoj të njohi trupin e vetë, edhe të kuptoj çfarë më aktivizon mua këtë gjendjen, sepse një patologji kronike nuk është gjithmonë aktive. Bie në gjendje gjumi zgjohet, bie në gjendje gjumi zgjohet. Pra çfarë më aktivizon mua këtë situatë, çfarë më solli këtu, çfarë më ngacmoi, si duhet të sillem unë në të ardhmen me trupin tim. Nëse ne arrijmë të lexojmë trupin ton, është më lehtë që të menaxhojmë një situatë të caktuar. E dyta është shumë e rëndësishme që të krijojmë një lidhje me mjekun. Unë nuk e kam asnjëherë nuk e krijoj atë tabun që ky pacient është i imi dhe duhet rri ngultazi këtu. Shpesh u them, merrte një opinion të dytë, sepse marrja e një opinioni të dytë të bën ty si pacient që të jesh më i qartë për situatën tënde dhe në krahun tjetër, ajo që u them shpesh pacientëve që kanë patologji kronike, mos u shqetësoj, them. Është një gjë, okay, është këtu, do ta pranojmë, por do e kalojmë bashkë. Për çdo gjë më ke këtu, në momentin që ke ndonjë dyshim, shkojmë dhe në një kolege tjetër, bëj një konsultë të dytë, referohu dhe je më i qartë për situatën që po kalon apo që do të duhet të kalosh në të ardhmen.